Fet, si dhe shumë gjëra të tjera, lindën kur njeriu pa qiellin dhe tha: "Unë bëj pjesë atje, unë jam një me Zotën." Prandaj dhe njeriu ngrit nga toka dhe bëri një shtëpi të re për veten në thellësitë e ftohta dhe të errta të universit. I dha shpresë atyre vendeve të errta, duke pritur që kjo ngjitje, ky ndriçim, do t'i bashkonte dhe forconte. Por errësira luftoi dhe u hakmor. Njeriu ju kundërvu njeriut. Fluturat metalike endeshin në përqiell duke përpir krijesat e dobta. Dhe diku në këtë rrugtim gjetëm natyrën tonë të vërtet, sepse njeriu është shkatrues gjëras dhe mjeshtri i lig i domenit të tij të egër. Kemi vendin tonë në univers dhe luajmë të drejtat të errta dhe mizore. Ne jemi revolucionar, ne jemi pushtues të fronit qiellor, ne jemi armiqtë e zotave. Ekzistojnë grupime të ndryshme jashtëtoksores që bashkëpunojnë për mbrojtjen e kësaj galaktike. Kush janë ata dhe nga kanë ardhur? Kush janë kundërshtarët e rrezikshëm për botën tonë? Disa njerëz mendojnë se kanë të gjitha përgjigjet. Dhe sot do të flasim për një prej tyre. Do të flasim për një histori të pabesueshme që hedh dritë për shumë tema tabu, për cilat raca jonë njerëzore ka pritur përgjigjet duke parë qiellin. Jo rastisht e fillova rrugtimin e këtij kanali me krijimin e racës njerëzore. Dhe sot do të kthehemi edhe një herë pas në kohë, por jo në krijimin e qenieve njerëzore në tokë, por në llojin që gjendet në shumë galaktika në univers dhe që ngjason me ne si rasë dhe janë në komunikim të përditshëm midis tyre. Shumë studiues mendojnë se dijet për cilat do të flasim sot vijnë nga qeniet që jetojnë në galaktikën e Andromedës. Dhe një nga burimet kryesore të këtij informacioni vjen nga personi me emrin Alex Collier, njeriu që pretendon se që nga fëmijëria ka qenë në kontakt me këto qenie, të cilat, midis të tjerave, i treguan historinë e civilizimit tonë, si dhe të universit dhe të krijimit të jetës së parë. Ky person, që është akoma gjallë, thotë se që në 1964 përjetoi atë që sot quhet rrëmbimi jashtëtoksor. U zhduk për disa orë, pati humbje kujtese dhe pastaj 14 vjeç përjetoi një takim me dy qenie me emrat Morenae dhe Visaeus. Këto qenie që në antar të një civilizimi të lashtë me shtat të lartë dhe boj blu të lëkurës, që vinin nga galaksia e Andromedës. Sipas Colliers, kjo racë që pasardhës e një race të vjetër njerëzish, kushërinj të largët, të cilët gjatë evolucionit u larguan nga historia jonë e largët. Këto qenie Aleksi quhen Andromedianët. Treguan gjatë një 10 vjeçare histori të ndryshme, duke theksuar se vetdia jonë ndodhet në një fazë kthese. Ose do të shuhemi, asgjësohemi, ose do të ndryshojmë natyrën tonë duke hyrë në programin e civilizimit shoqëror brenda kësaj galaktike. Për historinë e tij kontroverse, Aleksi nuk ka fakte të forta fizike, por kjo nuk e pengon një grup të madh njerëzish që të besojë tek historia e tij, që duket si një përzierje nga Star Wars dhe Star Trek, duke futur e pak filozofinë New Age. Për të kuptuar Alex Collier, duhet të kthehemi në fillim të historisë. Krijimi i universit sipas Alexit ndodhi si rezultat i zgjerimit të intensitetit të botëve të ulta në raport me intensitetin e botëve më të larta. Pra kjo duhet kuptuar si ekzistencë e dimensioneve të ndryshme, frekuencave të ulta dhe të larta, vibrime të ulta dhe të larta. Në krijimin e gjithë materjes përreth nesh, u futën në lojë entitete nga dimensionet të larta e ekzistencës. Duke krijuar këtë univers si simulim hapësirë kohë, këto entitete hynë në këtë realitet të dimensioneve të ulta që krijuan. Një nga arsyet që këto entitete erdhën në fillim të krijimit të universit është sepse donin të krijonin jetë organike në këtë ambient jo organik. Krijuan trupa fizik, duke kolonizuar vendet dhe duke filluar procese evoluimi në një numër të madh botësh. Dhe për ata që nuk kanë dëgjuar kur histori të tilla, këto qenie që njerëz, edhe gjuhat saktë, qenie jashtëtoksore egzotike, për të cilët ne themi se janë jashtëtoksorë. Natyrisht që nuk janë identik me ne, por në përgjithësi që janë humanoid me 2 duar dhe 2 këmbë, kokë dhe me pamje të ngjashme me ne, por me ngjyrë të kuqe të lëkurës. Nuk dihet saktë se kur ky grupim filloi nga puna në univers, por Aleksi thotë se erdhën në galaktikën tonë
në një periudhë të caktuar të historisë së universit dhe u vendosën në sistemin hyjor të lirës, vend ky ideal për kolonizim sipas tyre. Ky sistem hyjor ndodhet 960 vite dritë larg nga toka, dhe këta banorë u quajtën Lirian, qenet e para në këtë galaksi, raca e parë ariane. Qenë racë paqësore, jetonin në harmoni dhe kolonizuan dhe 14 planetë të tjerë në atë sistem. Punonin në bujqësi, por para së gjitha zhvilluan aftësitë shpirtërore dhe shkencën. Në atë kohë nuk ekzistonin luftrat dhe duke mos qenë e nevojshme, nuk kishin armatime. Kjo racë njerëzi, sipas Alex Colliers, ka jetuar në paqe për rreth 40 milion vjet dhe papritur, pranë tyre afrohet një objekt fluturues ndërhapësinor. Në këtë objekt ndodhe një racë e lashtë reptile, origjina e së cilës vinte nga sistemi hyjor Alpha Draconis. Nuk dihet se nga erdhi kjo racë në këtë moment, por është nga racat më të vjetra në këtë galaksi. Kjo racë agresive, luftarake, i shikon të tjera si raca të ulta dhe pretendon që t'i nderojnë si zota. Kjo racë e shikon universin si pronë të saj, dhe po kështu i pan lirianët, që qenë totalisht të pambrojtur. Në këtë konflikt, reptilët shkatruan 3 nga 14 planetet e populluar nga lirianët, duke vrarë miliona, dhe pjesa që mbjetoi u kthye në robër dhe shërbeu si ushqim për ta. Një pjesë e vogël që shpëtoi u largua duke kërkuar një vend larg nga kjo racë agresive. Pas miliona vjetësh, kjo pjesë që shpëtoi quhen sot Pleiadianët, Arcturianët, Cassiopeid, Sirianët, Antersianët, që vinë nga ylli Antares, dhe veganët që vinë nga ysia Alpha Centauri. Disa shkuan në një galaktik tjetër të quajtur Andromeda, nga ku morën edhe emrin, ndërkohë që karakteristike e tyre është ngjyra blu e lëkurës. Janë këto qeni që po flasim sot. Pas miliona vjetësh, këto qeni u zhvilluan vetë në planetet e tyre, duke ndryshuar dhe pamjen e jashtme, por duke qenë racë njerëzore. Këto civilizime njerëzore kanë patur një armik të përbashkët, drakonët dhe orionët, grupe të ndryshme reptile nga ysia e Orionit. Është logjike se sa më shumë shtohet civilizimi njerëzor, po ashtu shtohet edhe civilizimi drakonian, ku një pjesë janë neutral. Sipas Colliers, përveç njerëzve dhe reptilëve, në galaksi ekzistojnë lloje të tjera racash, si insektoidët apo raca botanike inteligjente që bazohen në botën bimore. Shumë lloje mund të jetojnë në densitete të tjera. Reptilët që përshkruan edhe tek Star Trek kanë një metodë interesante të pushtimit të botëve të reja. Përveç që krijojnë probleme me anë të forcës, bën edhe diçka tjetër më komplekse. Me anë të inxhinierisë gjenetike, ndryshojnë qytetërimet e pushtuara, duke ndryshuar gjenetikisht të gjithë civilizimin sipas dëshirave të tyre, apo nevojave të tyre, duke krijuar raca të reja në shërbim të tyre. Sipas Alex Colliers, kështu lindi një racë e re e quajtur Grit, që vjen nga ysia Zeta Reticuli, dhe që në fillim kanë qenë një racë ngjashme me ne. Ata u klonuan nga drakonianët para 890.000 vjetësh. Kur pushtuan planetin në cilin jetojnë sot, vranë të gjithë femrat që gjetën dhe meshkujt i kthyen në fuqi punëtore. Lanë vetëm një pjesë të vogël femrash, që u shërbyen si inkubator për prodhimin e një lloji të ri të modifikuar gjenetikisht, që sot njihet me këtë pamje dhe që numërojnë disa mijëra. Kjo racë grish janë klone të zakonshme dhe kanë sot një problem. Janë prodhime biologjike pa trup astral dhe shpirt origjinal. Janë pikërisht këta që rrëmbejnë njerëz për material gjenetik, duke krijuar një racë hibride me përzierje ADN-n e tyre me atë njerëzore. Pra, kushërinë tanë përpara miliona vjetësh, po përpiqen të shpëtojnë veten e tyre nga zhdukja me ndihmën e ADN-s tonë. Por që të krijojnë qenie që të jenë në gjendje që të evolojnë dhe të mbijetojnë, te këto trupa duhet vendosin trupin astral, shpirtin. Pra duhet të hyjë një trup astral nga densitete më të larta, përndryshe këto klone gjatë vdekjes pushojnë se ekzistuarin. Prandaj janë shumë të interesuar për ne njerëzit dhe planetin tokë. Njerëzit kanë shpirt apo patal nga ana e densiteteve më të larta, dhe këtu në tokë jemi thjesht të burgosur.
Kjo është dhe arsyeja e shfaqjes së tyre në tokë më shpesh se racat e tjera. Rrëzimi në Roswell shënoi takimin e parë zyrtar të njerëzve me këto qenie, si dhe fillimin e kontakteve dhe të bashkëpunimit me ta. Struktura të fshehta brenda ushtrisë amerikane dhe jo vetëm filluan të bashkëpunojnë edhe me një numër të pakët të një race reptile që jeton akoma nën tokë. Toka është e kolonizuar nga 22 raca të ndryshme, nga të cilat 17 njerëzore dhe 5 të tjera raca insektoide, botanike dhe 2 raca reptile. Kur toka filloi të popullohej, Marsi ishte i populluar. Në sistemin ton diellor, që i populluar dhe një planet i quajtur Maldek, i cili ndodhej midis Marsit dhe Jupiterit, aty ku sot gjendet brezi i asteroidëve. Ky planet u shkatrua, ashtu si u shkatrua dhe sipërfaqja e Marsit nga luftrat gjatë mijë vjeçare. Sipas Alex Colliers, dikur erdhi hëna në orbit, që është një stacion artificial. Ishin plejadianët përgjegjës për shkatrimin e Atlantidës, para 21.000 vjetësh, dhe më vonë edhe të Lemurisë. Raca jonë u bë pjesërisht e lirë para disa mijëra vjetësh. Kur them pjesërisht e lirë, ka parasysh se raca njerëzore sot shërben si kavje për 22 raca jashtëtoksore, të cilat me anë të ndërhyjes gjenetike duan të marrin pushtetin në planet. Një nga këto raca është ajo reptile, ndërkohë që ka dhe grupime nga Orioni, Siriusi dhe yjet të tjerë të cilët vinë për të kryer eksperimente me ne. Autoktonët në këtë planet, apo më saktë nën sipërfaqen e tokës, janë raca reptile dhe arsyeja që jetojnë në tokë gjendet tek Federata Galaktike, apo Këshilli i Andromedas, siç e quajnë veten. Ç'është Këshilli i Andromedës? Këshilli i Andromedës janë komët e bashkuara të kësaj galaktike, ku në krye qëndrojnë andromedianët, qenjet nga galaksia e Andromedës. Si strukturë është një lloj si federata tek Star Trek. Këshilli i Andromedës përmendet shpesh në qarqet ezoterike ufologjike dhe kontaktuese si një aleancë galaktike e qenieve shumë të zhvilluar shpirtërisht dhe teknologjikisht që vijnë nga galaktika Andromeda M31, një nga galaktikat më të afërta me tonë. Këshilli i Andromedës është një federat e rreth 140 sisteme shijore, që përfshin shumë raca humanoide nga Andromeda, Plejadet, Sirius, Arcturus, Vega e të tjera. Ato përshkruhen si qenie të dritës, shumica në formë energjetike ose eterike, që mund të projektohen në dimensionin ton nëse duan. Qëllimi i këshillit është të mbrojë evolucionin e ndërgjegjes në galaktik, të mbikëqyrë ndërhyrjet e jashtme, sidomos nga racet që manipulojnë njerëzimin, si reptilianët dhe drakon, dhe të ndihmojë tokën të kalojë në një nivel më të lartë frekuence, të quajtur 5D, ose dimensioni 5. Ata nuk ndërhyjnë drejt për drejt ushtarakisht, por veprojnë në plan energjetik dhe shpirtëror për të ngritur vibracionin e njerëzimit. Thuhet se këshilli drejtohet nga një këshill qendror me 12 antar, secili përfaqësues si një sistemi ujor të ndryshëm. Miq kryesor të tokës janë nga një planet në sistemin Zenetae në Andromed. Ata komunikojnë nëpërmjet kanaleve telepatike me disa kontaktues njerëzor që janë zgjedhur për të përcjellë mesazhet e tyre. Udhëheqësi shpirtëror i tyre përmendet shpesh si Morenae, ndërsa një tjetër përfaqësues i lartë është Visaeus, sipas Alex Colliers. Andromedianët kanë paralajmëruar njerëzimin për rrezikun e kontrollit mendor, të teknologjive të errta dhe ndikimit të racave manipuluese. Ata kanë ndihmuar për ruajtjen e stabilitetit planetar, duke neutralizuar disa energji destruktive. Andromedianët po përgatiten për një kontakt publik në një të ardhme ku njerëzimi të jetë gati shpirtërisht. Ata thonë se njerëzimi do të kalojë në një epokë të re, nga kontrolli dhe frika në vetdije të lirë dhe bashkëkrijuese. Andromedianët e shohin tokën si një perlë të rrallë kozmike, sepse përmban ADN nga shumë raca galaktike, dhe nëse njeriu arrin t'i bashkojë këto energji, mund të bëhet një qenie shumë dimensionale. Andromedianët janë rreth 2.1 deri në 2.4 metra të gjatë, shumë të hollë, me ngjyrë lëkure blu të qelët, sy të mëdhenj dhe aura të fuqishme drite. Ata nuk kanë ushqim fizik, por marrin energji nga drita universale.
Përdorin anije që lëvizin me vetë dije, që do të thotë se mjeti reagon ndaj mendimeve të pilotit. Komunikojnë nëpërmjet telepatisë dhe ndjesisë së menjëhershme pa fjalë. Pleiadianët kanë kontaktuar 52 vitet e fundit me disa nga udhëheqësit tanë. Këshilli i Andromedës thotë se njerëzit e sotëm nuk kanë pasur asnjë shans dhe kanë qenë të manipuluar nga ana e reptilëve të grupimit të Orionit. Ndikim negativ kanë patur gjithashtu edhe grit, si dhe insektoidët, të cilët nuk duken dashamir karshinesh. Këshilli i Andromedës beson fort tek vullneti i lirë dhe kanë lajmëruar të gjithë grupimet e interesuar të jashtëtokësorëve të lënë tokën si dhe hënën, duke na lënë ne në një zhvillim natyror pas një ndikim nga jashtë. Ne si racë pas mijëra vjetësh kemi fatin të përparojmë në përputhje me natyrën ose të zhdukemi si civilizim. Ky pastrim i tokës, thot Aleksi, ka vite që ndodh. Dhe rënjet e disqeve nuk janë të rastësishme, por i rrëzojnë nga këshilli i Andromedës. Këto janë arsyet e luftimeve ajrore të jashtëtokësorëve. Në 30 vitet e fundit, kemi një paksim të dukshëm të rrëmbimeve jashtëtokësore në raport me vitet 60-70. Sipas Alex Colliers, astronautët në hënë gjetën instalime jashtëtokësore dhe teknologji që shfrytëzohet edhe sot e kësaj dite nga ana jonë. Arsyeja se pse nuk shkojmë më në hënë na kanë zbuar. Në hënë ka raca armike që shfrytëzojnë hënën për kontrollin e tokës. Lacerta, nëse ju kujtohet, tha se kishin bazë në hënë. Megjithatë njerëzit kanë shkuar prapë në hënë sepse këshilli i Andromedës i ndaloi drakot që të zbojnë njerëzit nga hëna dhe kjo ka ndodhur para 20 vjetësh. Ultimatumi i këshillit që në qoftë se nuk bindeni, ne do të vim personalisht ta marrim hënën bashkë me ju dhe do ta zhdukim nga orbita jonë ashtu siç erdhi. Ka mbetur një numër i vogël që vazhdon të fshihet nën tokë dhe që në fakt ka humbur ndikimin në planet. Këshilli i Andromedës ja ka lënë tokën njerëzve në një mbikëqyrje të rrethë dhe kërcënimin që po ju kontrollojnë përparimin. Nuk duhet përdorur arma atomike, nuk duhet shkatruar ekosistemi, nuk duhen shkatruar lloje të ndryshme kafshësh dhe shpendësh. Deklarata e Alex Colliers është mjaft e gjatë, por u përpoqja që të përmbledh sa më shumë tema brenda një kohe sa më të shkurtër. Ka dhe tema tjera që do të zhvillojmë më vonë, si lindi civilizimi në Mars, misteri i Phobosit, hënës Marsit, apo baza e grive, nga erdhi hëna, si e robëruan reptilët këtë planet, duke mbajtur shpirtin njerëzor në një burg karme. Ndoshta Alex Collier ka një fantazi të zhvilluar, ndoshta dihet i merr nga kjo racë, gjykojeni vetë. Por një gjë është e sigurt. Ka mbi 30 vjet që nuk lejohen më provat me bomba bërthamore. Për Federatën Galaktike flet dhe ish ministri i mbrojtjes izraelite, ish ministri i mbrojtjes kanadeze, për cilin folën edhe Donald Trump e di shumë mirë. Kush është aq i fuqishëm sa të mbajë larg racat të tjera jashtëtokësore nga planeti Tokë? Vazhdoni të qëndroni tek bota e fshehtë dhe mos harroni të regjistroni se nuk ju kushton asgjë. Keni çdo gjë falës, ndërkohë që kam rreth 3 orë që po përgatis të emision dhe derisa ta mbaroj, do më duhen dhe të paktën 2 orë të tjera. Deri tek emisioni i radhës, mirupafshim.